Përshëndetje. Thellohet skandali në Bashkinë Tropoj. Sfidohet për dytë vendimi i Komisionit Prokurimit Publik. Bashkia Tropoj, në drejtimin e përkohshëm të zonjës Zyra Islamaj, tashmë e marrë e pandehur zyrtarisht nga SPAK, pikërisht për procedurat e prokurimit, ka sfiduar hapur vendimet e Komisionit Prokurimit Publik. Pas vendimit parë të KPP-s datës 3 shtator, i cili urdhëronte Bashkinë Tropoj që të rivlerësonte tenderin me objekt ndërtimi rrugës Autokika Dragobic Qafpaj, KPP është detyruar që ndërhyjë me një vendim të dytë të datës 23 shtator, me anë të cilit ai ndalon autoritetin kontraktor që të vijojë me procedurën e prokurimit, duke urdhëruar rivlerësimin e kësaj procedure pikërisht sipas përcaktimeve të vendimit të këtij komisioni më herët. Megjithatë, në kundërshtim të hapur me këtë vendim detyrues, në 3 tetor, Bashkia Tropoj ka përsëritur të njëjtin standard, duke lënë të skualifikuar operatorin ekonomik që paraqiti ofertën më të ulët. Operator ky, mbështetur në ankesën e të cilit KPP gjeti shkelje në veprimet e bashkisë. Ky akt përbën një sfidë të hapur ndaj KPP-s dhe organeve drejtësisë dhe tregon se si zyrtar lokal të mbështetur nga qeveria e Edi Ramës ndihen të paprekshëm përpara ligjit. Partia Demokratike kërkon me urgjencë që të zbatohen menjëherë dhe në mënyrë rigoroze vendimet e KPP-s duke respektuar rendin hierarkik të parashikuar nga ligji për prokurimin publik dhe të penalizohen zyrtarët që janë duke shpërdoruar detyrën në dëm të interesit publik dhe qytetarëve. Faleminderit.